Përshëndetje dhe mirë se erdhët përsëri në një video të re, në një vlog të ri, dhe do ta hapim të vlogun e ri me disa gjëra shumë të bukura që më kanë ardhur nga Timu. Kam loganin këtu dhe i kam bërë fije. Unë i kam hapur, i kam parë, dhe i kam disa këtu, disa të tjera janë për jashtë, me disa po luan logan, po nejse. I kam parë, i kam xhiruar, kam bërë edhe një reel shumë të bukur për Instagramin, edhe do më duhet t'i xhiroj edhe t'u tregoj edhe juve këtu. Nuk janë shumë gjëra, janë pak, kështu që fillojmë që pas të zgjatemi. Unë jam duke xhiruar me dy kamera, nëse shikoj njërë këtu, njërë atje, nuk kam që të bëj, instinkti, nuk e di ku do më qoj të shikoj më shumë, njërën e kam më afër, njërën më larg, po është shumë e vështirë të xhirosh dy herë të njëjtën gjë, kështu që më mirë një herë me dy kamera. Vazhdojmë me këtë produkti këtu, me këto të dyja gjëra, që janë për të vendosur tek banja, për t'i ngjitur në mur, për të hedhur ilaçin e duarve. Është më praktike kështu, nga poshtë, të marrësh, se sa ta kesh aty te lavamani, nuk e di më pëlqen më shumë, plus i lavamanët të dy të shtëpia ime janë të dy shumë të vegjël, edhe duket më mirë, domethënë me këtë kam përshtypjen. I zgjodha kështu transparente, nuk i doja me ngjyrë. Shpresoj shumë që të ngjisin në mur, kam përshtypjen se këto ngjisin në plak, edhe kanë këtë pjesën, kanë këtë gjë, domethënë këtë ngjitsen, këtu, shikoni, dhe kjo më jep idenë që këto ngjisin më mirë në plak se sa në mur. Unë nuk kam akoma plaka tek një pjesë, ose më saktë banja e vogël poshtë, nuk e di, do ta sajon, do ta shikojmë se si do ta ngjisim, do ta tregoj në video kur ti vendos, po më duket më të lezetshme se sa ato që ju thash, që bëhen te lavamani zakonisht. Vazhdoj me një produkt tjetër që më pëlqen shumë, është kjo letra. Oh, beautiful, jes shikojmë, çfarë është kjo? Me një leprës të vogël, mami dhe Logan. Kjo, nuk e di se sa metra e ka marrë, më duket se e ka marrë 5, nuk e mbaj mend se sa. Me këtë lepurusën kaq të bukur. Me këtë lepurusën shikojmë që nga afër. Me disa lepurusën fakt edhe me lule. O zot, një dashuri. Me shikon dhe u gonca po. Këtë e ka marrë për ta vendosur te kjo bufeja që kam këtu ngjitur, se do vendosim rrobat e bebi motrës. Dua që ta shtroj këtë. Është letër ngjitse, domethënë. Po shpirtja tregova unë atë. I hiqet këtu pjesa e pasme, edhe është letër ngjitse. Thoshte që është edhe për murin, është edhe për mobiljet, për pjesën e brendshme të mobiljeve të sirtareve, siç e dua në këtë rast. Është edhe për pjesën e jashtme, po unë do ta marr, e kam marrë më saktë për sirtarët, edhe do bëhet shumë të lezetshme kur të vendos rrobat. Edhe kjo poshtë rrobave. Ne do më pres të rregullojmë t'i palosim se nuk kam bërë akoma asgjë gati, edhe barku im është gati tash. Okej. Kishte sigurisht pa fund lloje të tilla, po unë që kur pash këtë vendosa do marr patjetër këtë me lepurush edhe pikë. Peshqirët e vegjël që si mikrofibre që unë i përdor për të fshirë bufet, po do doja të ishin një çikës më të mëdhenj, domethënë këto janë 20 me 20, kam përshtypjen diku aty. Do doja të ishin një çik më të mëdhenj edhe pak më të trash. Zakonisht unë i laj i bëj me ujë të nxehtë, të përvëluar, edhe laj komplet pjesën e bufes, pianurën, çdo gjë domethënë në kuzhinë. Dhe i fus i laj në 90 gradë, gjithmonë me klor. Tani nuk e di se sa do rrojnë këto. Mund të përdoren shumë herë, domethënë lajn futen në lavatriçe për këtë punë, po nuk e di se sa do rrojnë. Edhe është gjithë kjo rrota e madhe që kputen këto. Edhe i përdor. Shpresoj që të bëjnë punë, do doja të ishin pak më të trasha, po hajt, edhe kështu mirë janë. Për të fshirë, do fshin besoj. Kishte shumë ngjyra të ndryshme, po unë zgjodha ishte mirë këtë rozë. Nuk e di pse më ka fiksimi me rozën kohët e fundit. Pra për kuzhinën është kjo letra si tip, ku ti unë nuk e di çfarë materiali quhet kjo. Shkojmë që nga afër goca këtu. Arsyeja pse e mora këtë është për ta vendosur tek bufet poshtë, sidomos tek bufeja ku kam vendosur tenxhere, kapak, tiganë, gjërat kështu që nuk dua të bëhet ajo
pjesa e bufes me ato vjen e zezë që zakonisht lën tenxheret edhe pastaj të merresh ta lash, më mirë di që shtron këtë edhe nuk dëmton bufen në këtë rast. Nuk është shumë e trash, po të jep ndjesinë që nuk shket, nuk do rishkasin, shpresoj. Edhe kështu. Nuk e di se çfarë mase kishte edhe kjo, po goxha metra duket që është. Edhe duke vendosim bufes edhe këtë së në nevojitet. Diçka tjetër që kam këtu është kjo, që nga kjo ana më pëlqen shumë, nga kjo ana nuk më pëlqen sepse okej, kanë bërë mbylljen këtyre... Do të tregoj mami tani çfarë është. I kanë bërë mbylljen, domethënë qepjen këtyre gjërave këtu edhe i kanë lënë nuk e di shumë keq, sikur t'i kishin ngjitur më mira, nuk e di çfarë mund të kishin bërë. Po ja, do t'i rregulloj unë kështu me dorë. Se nga kjo anë punimi ka dalë shumë i bukur. Nëse, çfarë është kjo? Kjo vjen së bashku me 4 të tilla, me 4 kapse nga këto. Shikoni këtu. Dhe këto janë për t'i ngjitur tek bufeja sipër. Dhe kjo do të rri në pjesën e poshtme të bufes. Domethënë siç është kundra bufeja, pjesa e lartë, këto do ngjiten nga poshtë. Edhe është për të vendosur frutat. Do ta vendos fiks atje ku kam edhe shportën tjetër të frutave. Zakonisht kur bëj pazarin, duke qenë se shkoj bëj një herë në javë, marr goxha gjëra, edhe ajo shporta që kam për frutat nuk më nxjerr të gjitha, dhe gjithmonë ose disa banane, ose disa mollë gelin, ose në qese, ose aty në banjan, edhe duken shumë rëmuj mbi bufe. Dhe kështu që t'i balancojmë ca atje, ca këtu, besoj që do duket shumë lezetshëm. E kam parë tek një gocë që e kam marrë, është një blogere shumë e famshme turke që unë e ndjek, e kam fiksim ato, ajo ka shtëpi, nuk e di, fantastike. Edhe më ra në sy kjo që kishte marrë, dhe kishte pushur plot me fruta. Po, bum, do ta pushim me fruta, do vëm banane, apple, kiwi, gjëra këtu. Okej? Je, mos ta bëj plur tani. Shumë e lezetshme. Do ta vendosim direkt edhe shpresoj ta bëj punë. I finished. Mere. Dhe gjëja e fundit që ka marrë për këtë bashkëpunim është kjo këtu. U të falë të zoti. Hajtë shkën që çupat këtu flokun. E vurit e floku ku i mbirë kështu. Okej, të panë të një ditë. Opa, kujdes, më kujdes e bje. Bravo. Gjëja e fundit po thoja është kjo këtu. Ky këtu. Një cover për telefonin që është super i bukur. Unë vdes për këtë ngjyrë. Për këtë ngjyrën si butter yellow. Kjo ndoshta nuk e ka tamam butter yellow, këtë të verdhën e gjalpit, po është shumë e lezetshme. Unë adhuroj të verdhën, edhe këto, shikoni si ka këto zemrat, 1, 2, 3. Shumë e bukur. Gjatë si një biskot kur e shikon kështu nga larg. Këto ishin produktet. Edhe tani gocët e YouTube-it vazhdoni me vlogun. Sigurisht kodet i keni tek kutja për shkrimit. Okay. Qa bërë? Hajde shikoj. Ok, hajde. Nuk e di se qa e ka kapur, po ka gjithë mëngjesin që do të më bëj foto mua. Ha, e bërë? Ha? Ta të shikoj? Ta shikoj pak lutem. Hajde të rëgoja mamit të çupave. Sika! Po dale, se shikojmë që, wait. Po dhe bërë 200 foto. Thank you very much. Ma të do ikim? Mirë, hajde. Në ma mamit të mi. Thank you. Këta. Në ma këta mamit. Shikoni që do haj baby nono tani, i bëri mami bukën në formën e zemrave,
e leva me salcë, kosi, edhe i preva domatet, edhe këto si që shikoni në formë zemre. Edhe pastaj kam vendosur që kërcel majdanozi dhe këtë fletën e vogël që të duket sikur është qershi. Edhe shpresoj që do të haj tani. This one. Do një surprizë. Shumë të bukur. Bylli syt, bylli syt. Tada! Cherry. Çajna to? Ja të jep mami. Hape gojen? Big one? Oh, so yummy! Yes? Të pëlqen? Të bëftë mirë. But that's so big. Ishte një forsë metalike po. Haj qupa nga unë edhe nga... A ball town can. Ha? The red sister and the Edhe nga Gigi. Whoa! Zoe! Si e mblodhi hundën. Sa po kemi ndezur zgarën, dhe është ajo faza që bën tym në fillim përpara se të marri prushi. Hëngrëm drekën edhe Albani tha, ta shikoj një herë, tha ç'a bëhet me këtë zgarën, kemi qymyr, s'kemi, siç e morëm nga shtëpia tjetër, e kemi lënë aty dhe as që e kishim hapur asnjëherë. Edhe e hapi kot për ta parë. Kur vete zotëria brenda, merr simite, do në një gjë që ta frysh ashtu. Merr simitet te bufeja, donte të merrte damote, me çaj do bukën ti, hajde këtu thej çupave. A book, I put a spoon in the then it's so... Me damote e do bukën. Yeah. Nuk e di pse i thot damote, nga unë nuk e ka dëgjuar, as nga Albania sigur se ka dëgjuar, po ky i thot damote, i është fiksuar. Edhe po bënde listën brenda nguzhinë mua se ç'a donte, më shkriu. Okej, thash mere. Edhe u fiksua që donte patjetër të ndiste zgarën, kështu që donte zonte Albania ndezi. Edhe vinte brenda merrte çakmakun. Atje më thoshte ma Gigi, atje ndize. Pesa veti mori një fersolet. Mink. I like mink. Milk. Yeah. Të qumësht. Yeah. You like what? Me. O ty të hangë shasurratin, të vete të bën mami tani. So. Dadi ka kofi, ti do milk. Da do të bëj çik milk. Do milk? Yeah. Ta ngroj mami. Yeah. Edhe kështu deshte dadi vajti ndezi. Për surratin e këtij. Do ky një burgers, edhe do t'ja bëj u bubu. Also. Biri, çaj the mamit? Thank you. No thank you. Ashtu tha? Qa the lokat? Qa the? Qa the ti? Qa the edhe njërë? So. Boom. Shiko, nuk e thot ma. Bum, thot. Mos bëj gabime. I ka dhenë mami atë topin e madh, që e përdori mami një 5 euro ula gjisej, kur ishe shtatzan me loganin, asgjë nuk bëri. Dhe adha është direkt tani, nuk e di pse e kisha ruajtur. Sa po erdhëm nga dyqani, vajtëm një xhiro në Tesco edhe blem disa gjëra. Kemi filluar tani gjërat e bebi motrës edhe për çantat e spitalit. Mora një Pampers, kam edhe një pako tjetër, mora edhe këtë, 2 deri në 5 kg, sot fogla. Do t'i përdor edhe bebushkës të njëjtat që i marr Loganit, ato të Aldit, me Loganin nuk kam pasur kur asnjë problem, dhe ato janë super të lira. Po kur veta herën e fundit, mora për Loganin, harrova të merja, ose harrova të shikoja, nuk isha e sigurt, më zun syt të vogla apo jo, thash më mirë ta marr ta kem.
Nga dhe firma tjetër, se ditë në qëfë se kishte apo jo. Mora këto për mua. Çunat morën akullore. Se di pse s'më pëlqen fare këto lloj akullorësh, po fare. Më pëlqen ato që hidhen në tas me lugë kështu. Mora një antidjers. Përdora disa lloje, u riktheva përsëri te kjo. Çunat gjithashtu morën misra. Mora një kolinos që ta kem për tek spitali, do t'i fus në çantë domethënë, edhe një furçë dhëmbësh që do jenë për atje. Mora këtë shampon e flokëve për këtu në shtëpi. Unë zakonisht përdor Pantene, ka goxha vite që përdor Pantene, po kohët e fundit, edhe pse e laj flokun, shumë shpesh më duket si i palar, më ngjan si me yndyrë. Okej, jam edhe në fazën që djersi shumë tani, nga kjo shtatzania, djersi shumë, se unë nuk para djersi, kur s'kam djersitur, po si duket kjo shtatzania po m'jep siklet, edhe djersi, edhe normal po djersi të bëhen flokët me, sidomos natën, bëhen flokët si me yndyrë, po thash ta ndryshoj një herë, mora këtë me limon që thot për flokë me yndyrë, shpresoj shumë që të mi bëjë që më mirë, se përveç se me yndyrës më duket sikur më zhbër floku i lëpirë kështu për kokë, e keni parasysh sikur i ka rënë volumi, sado që e laj e rregulloj prap duket që ka diçka që nuk shkon. Albani ka ditëlindjen pas nesër, edhe mori disa kështu me këto me xixa, se do që të bëj një video. Mora 2 pako gështenja, ishin 3 pound një ose 5 pound të dyja, njërën do t'a bëj tani, ha. Edhe këto janë të mëdha, nuk janë si ato që mblodhëm ne. Këto janë tamam forma, madhësia. I thash Albanit ikim edhe një herë atje se ndoshta do ketë. Po kemi planet të tjera për të djene se kim dot. Mora një kola. I mora 4 copë si këto qumshtet, hip organic. Isha midis këtyre edhe midis ati Kendamil, më duket si quhet ai tjetri, ja harrova emrin ati, por ja njori pas të dy. Edhe po shikoja, të marr këtë, të marr atë. Meqense ky thot organik marr këtë. Po kam dëgjuar edhe për atë që është shumë e mirë, domethënë shumë e përdorin, shumë e kam dëgjuar si qumësht. Po unë kurse kam iden, lloganit i kam përdorur një tjetër. Normalisht unë dua që ta ushqej me gjoks, siç ushqeva lloganin për gati, jo gati, po për një vit e gjysmë kam ushqyer lloganin. Por do më duhet për te spitali, se asnjëherë nuk i dihet, mora 4 të tilla. Shpresoj që të mos i përdor, po do duhen, se nuk e di, do vi qumshi. Logan mori këtë, që nuk e di pse e mori, po më shumë mundësi këtë do ta marrëm te spitali. Të bëj kështu si antistres. Edhe kështu njerës, mori dhe një Haribo Logan të hande më ta, dhe të gjitha këto kushtuan 26 pound. Qa blem? Asgjë. Them që nesër të merrem me çantat, me timen dhe të bebit, do më duhet i porosis një biberon të Vockël, se s'kishte atje. Ishin nga ajo firma Tomi, Timi, çaj ka emrin ajo gjëja, po s'më pëlqen shumë ato. Më shumë më pëlqen ajo mam, edhe ato mam kishin të mëdha, nuk kishin të vogla. Më duket se ato i kanë përdorur dhe Loganit unë të Vockël. Dhe mbaj mend që ato shishet që i jepja Loganit, nuk e di, më duket se Loganit i kanë pas dhënë muajin e parë deri në muajin e dytë formulë. Nuk e di, ishte një periudhë që i vazhdova dhe formulën, pastaj ja hoqja dhe i dhash vetëm gjoks. Dhe ato shishet kishin edhe kishin kështu një tap që lidhej direkt këtu tek vendosej tek shishja edhe e pinte direkt si tap biberoni. Nuk ishte nevojë ta kthejmë biberon atje ja jepja. Po nga kjo shishja i vendosja atë tapën, nuk gjeta dhe për këto. Nuk ishte fare te Tesco, ishte Ameria dhe këto e mirë, se siç e ke këtu e trazon, po do e fut në ujë të ngrohtë ja ngrosh, nëse s'do ja jep me temperaturë ambienti. Edhe i vendos atë tapën t'ja japi direkt, po nuk gjeta, kështu që do t'i marr një biberon të vogël. Edhe nuk e di se ç'a thash gjë tjetër që s'kishte. I kam shnar telefon sepse me kujtesën jam bloz. Po që pothuajse po mblidhen gjërat avash. Kështu goca, tani do bëjmë gështenjat. Dhe nesër them të nis të bëj çantat gati.
Kam parasysh një dy gjëra online për veten time, jo shapka, jo një rob lishane, jo gjëra kështu. Shpresoj që do vinë në kohë. I bëra nonos këtë pjatën, si që shikoni me mandarina, banane edhe kiwi, edhe do t'ja qëjmë sipër, tani t'ja tregojmë. Pastaj stopa cake. Ja, lo. Billy, sit. Çashka. Çashka. Qa është të? The bird. Qa do arë kokos? Palma. Daddy. Te deti, o shpirt, yes! Të pëlqen? Mandarina, banane, kiwi. Nice? Yummy? Na, ha njërë ti, ha. Mere peroni dhe ha vetani. Sa e mirë! Finish të gjitha, okej? Hello nga dita tjetër. Bëra që gati, u bëra gati, u vesha. Olla pa qenë. Edhe bëra qik flokët me pjaster, nga që kur përdor Dysonin zakonisht lanë në mëngjes, edhe i bëj direkt me Dyson, i thaj dhe i rregulloj. Ndërsa me që se u lava mbrëm, edhe i kisha të thata, thash më mirë po përdor pjasterën, edhe i bëra kështu. It's very wrong. Do ikim të çojmë birin tek ai parku ose tek ai playground, tek ato lodrat e mëdha që çojmë gjithmonë, që ne ulemi pin kafe edhe Logan luan, por sot është ditëlindja e dadit. Këndojni çik dadit happy birthday! Happy birthday daddy! We love you! Logan e këndoj që në mëngjes, edhe tha happy birthday dear Logan, pastaj harroj që ishte për dadi, po nejse. Kështu, do festojmë ditëlindjen e dadit, atje ku do ky surrat i vogël. Jo, mos ja prish mamit flokët. Very naughty boy. Tashi, më duket se më është prishur vitamina C sepse lyva vendosa këtu. Edhe shikoni se si më bëri çik të kuqa, sikur më bëri një reaksion a një gjë. Edhe do më duhet të blej një vitamin C. Çfarë më sugjeroni? Pres komentet tuaja. Ne do ikim edhe do flasim në vonë. Nuk do ta marr kamerën atje se me beba, me njerëz, s'kam çfarë të xhiroj. Kështu goca. Harrova t'ju tregoja që kam veshur këtë setin, shumë i lezetshëm. Është goxha i madh, domethënë fix për tani, ose madje unë kam marrë masën large, nga që më pëlqejnë që këto oversize, këto bluzat e mëdha kështu, edhe thash për tani duhet fix large. Po doni ju që këto pantallonat që kanë goxha të mëdha dhe do kisha bërë mirë edhe po ta kisha marrë medium, që ta përdorja edhe pas lindjes. Nuk e di nëse do ta përdor dot pas lindjes këtë. Po nejse, ose mund ta ngushtoj këtu, nuk e di, shohim deri atëra. Po që nga shumë i rehatshëm. Edhe nëse shikoni atë pasqyrën ashtu, bëni sikur nuk e shikoni, okay? Pasim më vonë. Nuk jo lë këtu, jo. Erdha t'ju marrë. Come on. Come on, this way. Uh-oh. This way. This way. Careful, careful. Wait. Wait, Logan, wait. Come on. Hadi daddy. Wait, dati kaya yo. One. Yeah? So far? 1, 2, 3. Sa
po erdhëm në shtëpi, gjëja e parë që bëra, vendosa lloganin e gjumë se filloi një të qarë me ulërima, që as ai vet nuk e dinte ç'a donte. Donte gjumë, thjesht filloi po grit dhe keni parasysh atë të qarën e gjumit që është e tmerrshme, sepse u zgjuan orën 6. I doli gjumi shumë herët sot, edhe tani që është ora 1 ishte gati për gjumë. Gjora pak mishin, do bëjmë kamar Albani ca kështu. Shumë të ndryshme. Steak, fileto, dhe këtë, do t'i bëjmë tek skara. Edhe do bëj edhe disa misra. Edhe kam këtu në ujë disa gështenja. Jo nga ato tonat, po janë disa që i blevëm tek Tesco, shumë të mira. Të mdha do më thëmë tamam forma. Edhe i lash në ujë përpara se t'i ikja. Që t'i bëj edhe këto të zgara, inshallah të mbajnë atje tek ato të zgara si për mos të bien poshtë në prush, në të kundër nuk e di se si do t'i vë pastaj. Edhe do bëj ca patate, Albani donte patate skuqura, unë mendova të bëja patate të vockla nga ato baby, t'i fusja tek prushi, t'i piqe atje, po tha mameri bëjmë të skuqura, okej, thash i bëjmë të skuqura, do bëjmë dhe një sallatë edhe kaq. Kam marrë edhe tortën, sepse bëm një video të bukur, do t'va lë pastaj ta shikoni. E bëm video ndje, edhe shumë të lezetshme, edhe parasit edhe një tort, edhe kështu. Kjo do e dreka jon. Do filloj të marinoj pak mishin, sepse Albani ndërkohë që unë po vendosja çurin në gjumë, Albani ka nisur me zgarën, se normalisht ajo do të paktën gjysore sa të ndizet, sa të vinë vete. Kështu që unë do kap flokët e para. Edhe do marinoj mishin që ta çoj për jashtë. Nuk u ndrova, mbajta këtë setin shumë i rehatshëm, më kënaqi. Më kënaqi ky seti. Ndërkohë, lavastoviljen e vendosa për të larë. Kapsen e mishit më pas kam marrë Albani. Do të kap me dorë. Do t'i hes pak krip, frigon, piper, edhe do t'i lyej një qikës me para se të bëj duar të nxjerr këto. Ersat, krip, frigon, piper, edhe do t'i lyej pak fare me vaj. Dhe kështu. Në krahasim me këto ditët e tjera, sot sigurisht një qikës më freskët, deri tani ka qenë koha, nuk e di, domethënë të gjithë njerëzit në Angli, çdo njeri që kam takuar thot, s'ka mundësi, nëntor s'po veshin xhupa, nuk ka mundësi, nuk e di se çka ka bërë vaki, po vërtet nëntor nuk po veshin xhupa. Dhe po thoya që në krahasim me ditët e tjera, më duket se sot ishte pak më freskët. U çova në mëngjes edhe ndjeva që ishte një çik më freskët. Edhe Albani tha, edhe unë tha ndjeva që ishte pak më freskët. Kështu që tani do na filloj të naftohet, po. Nuk më pëlqen fare kjo gjë, po ç'të bëj, mësoj keq. Nëse, nuk krahasohet me nëntorin e Shqipërisë, që akoma në nëntorin e Shqipërisë del me të shkurtra. Po prapë. Një lajm tjetër që nuk ju thash është që Loga nesër do filloj tek kopshti i ri. Përpara 2 ditësh mora konfirmimin që ka vende dhe mund të filloj të ky kopsht i ri, lajmërova ata të tjerët, ata e dinin, isha në kontakt që shiko se unë po pres përgjigje të ky kopshti tjetër, e dinin dhe pastaj u thash si përfundim që Logan do filloj këtej, edhe do me thënë të bëjnë ato që regjistrimin andej që ta regjistrojnë këta të tjerë, do merren vesh kopshtet njëri me tjetrin, edhe jam shumë e lumtur sepse, siç thash, nuk e mbaj mend, më duket se va thash te ky kopshti tjetër do të jetë bashkë me fëmijët për goxha vite. Nga kopshti do jam vitin tjetër në parashkollor bashkë edhe pastaj do kalojnë edhe në klasë parë, klasë 2. Duket se deri në klasë 4 është kjo shkolla, po nuk jam e sigurt se këta i kanë ndryshe nga neve dhe akoma nuk jam mësuar me këto ndarjet e shkollave. Po që do jenë goxha vite, edhe është nga pjesa e qendrës së qytetit. Kështu që më pëlqen më shumë, ndërsa ky që ishim tani ishte në pjesën në të dalë të qytetit. Po, nejse, iku një gjë më pak, ndërsa për sa i përket atij muhabetit të spitalit, akoma, do më thënë, le të themi mora si një gjys konfirmimi, po unë dua që bebin ta bëj me operim, nuk e din që se jo kam thënë apo jo, nuk besoj që ja kam thënë.
Dua ta bëj më operim sepse nga eksperienca me Loganin mora një çiksi të merr dhe nuk dua ta kaloj prapë atë eksperiencë dhe them më mirë shkoj atje bëj një operim, nxjerr bebin dhe mbaroj historia. Dhe jam akoma në bisedime për datën e operimit. Që të më japin të datën e operimit edhe unë ta ndaj mendjen që po, unë regjistrova te ky spitali dhe të iki dhe një muhabet tjetër më pak. Nesër Logan ka vaksinat pas çerdhes, pas kopshtit, do vim në shtëpi, do rrim pak edhe do ikim, sepse ka vaksinat e moshës, 3 vjeçë 4 muajsh. Më thanë që janë 2 vaksinat, shikojmë nesër, shpresoj mos të qaj, mos të ulëri. I kam thënë, ja kam shpjeguar që do vem këtu, do bëjmë këtë gjën. Por, shikojmë. Se dia do t'i japin temperaturë apo jo. I don't know. Tani unë do nxjerr mishin për jashtë. Edhe do vi të bëj patatet. To get to know ya, maybe she jacked and cut. Okay, think you finished. Well done. Kështu bëhet hamburger, dini ju thot. Po dhe patat. So nice. Oh. Uh-oh. Është e pjekur në grill. Është grilla. Pop, 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 pop. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Daddy.
Happy birthday to you. Yeah! Frida, no frida. Frida time. Yeah! Happy birthday, Daddy. Happy birthday! Thank you. Kiss Daddy. Say Daddy, I love you to do. I love you to do, Daddy. It's delicious! Delicious. Jam të nxehta për tash. Në marrë gjithë po. Vërtet ka farsoleta atje. Farsoleta. I love you, Daddy. I se Daddy të dua? E morik. E ta marri. Marri që të pije. Si të kam, si ju kam. Sa po erdha nga supermarketi, bleva ushqimet e javës, gjëra që po tregova përpara nuk e disa videosh, por do të tregoj çik vetëm ç'a mora tek Tesco. Ishte se ca i fruta që kisha tani që të silja brenda. Vajta te Tesco për të marrë një qumësht. Ky qumshti është fantastik, është shumë i mirë, ka të njëjtin shije si qumshti i lopës në Shqipëri, identik, që në aromë që në shije ndihet, edhe logan e ka shumë qejf. Zakonisht kur merja qumësht tjetër, logan e donte që ta pinte me pak mjalt brenda, ndërsa këtë e pi ashtu siç është, edhe është i gjithë, domethënë i pa zjerë më përpara, nuk ja kanë hequr ajkën ose yndyrën, është komplet ashtu si qumshti i lopës. Mora një bukë, se s'kam duhet të ha edhe duhet të bëj bukë tani. Mora, shikoni të gjeta më në fund. Do provoj edhe njërë të bëj kosin me këto, po nuk doli as me këto, unë s'bëj kur më kos një jetën time. Mora logan e një shurup, sepse sot ka vaksinat e moshës, 3 vjeç e 4 muajsh, edhe do në duhet, nuk e din që si do ketë temperatura apo jo. Johnson për të larë lepurushin, kjo ka shumë të mirë. I mora dhe një tjetër që ta fusë në vask edhe t'i bëj kështu bubbles, shkum, se ka qejf. Veç këto që ju tregova tani, tek Tesco kushtuan 15,65. Duket se më kushtuan një qik shumë. Qumësht, kos, buka, Johnson, kalpon, Johnson, jo, mirë janë fix. Edhe një qesë, 20 i qesja. Dhe që të merë një nga do të fortat, se më këput njëra dhe më duhet që bëj gjithmonë pazarin, po s'kishte. Gjithasi këto pampersat bebelinat e Vockla, që janë 2 deri në 5 kg, numër 1, janë 24 copë brenda dhe kushtojnë 75 pence. Ose 750 lekë vjetra. Do të thënë 750 lekë vjetra. 24 copë, okej, nuk është se janë shumë, po prapë janë shumë të lira për në krahasim me Shqipërinë. Sa herë që shkojmë në Shqipërinë neve dërgojmë me post me fugona, bebelinat për logani, sepse ja vlen më shumë. I blen këtu, paguam dhe fugonin dhe prap nuk është me të njëjtin çmim të Leverdis, domethënë që ti çosh. Kush makina e mamit? Ha? Që ndot makinën t'i birë? O shpirti. It's okay.